shkruar nga Almer Toska. Deklarata e pasurisë së Xenoklosit, ish drejtori i përgjithshëm i tatimeve, zbulon një rritje marramendse të pasurisë që ngret dyshime të forta për korrupsion dhe pasuri të pajustifikuar. Kush është Xenoklosi? Në vitin 2002 deri në vitin 2015 për 13 vite me radhë ka punuar në banka të nivelit të dytë si specialist dhe drejtor sektori. Në vitin 2015 u punësua në OSHE ku mbajti postin e drejtorit të departamentit ekonomik deri në vitin 2021. Në qershor të vitit 2021 u emërua drejtori i përgjithshëm i Akum, por vetëm 4 muaj më pas, me VKM numër 625, u ngjit në majën e administratës drejtor i përgjithshëm i tatimeve. Por çfarë tregon pasuria e tij? Në 13 vite punë në bankë arriti të blej vetëm një apartament prej 93.2 m2 në Tiranë me vlerë 6.8 milion lek, blerë në vitin 2010 me kredi prej 45.000 euro. Vetëm një vit pasi kaloi në OSHE në vitin 2016, Klosi deklaron blerën e apartamentit të dytë 160 m2 me kredi 200.000 euro. Në janar të vitit 2019 ai hap një biznes në Angli me adresë të një vile luksoze dhe jep 140.000 pound me fajde. Nga ku i ka marrë këto para një zyrtar me pak publike? Në qershor të vitit 2021, në momentin që emërohet drejtori Akum, Xenoklosi bën një apartament tjetër me vlerë 280.000 euro, nga të cilat 60.000 janë kurstime familjare dhe 150 kredi. Apartamenti është në zonë luksi me 154.000 m2 sipërfaqe dhe 91 m2 verandë, një pasuri që nuk justifikohet me të ardhurat e një funksionari publik. Përveç kësaj, Xenoklosi deklaron edhe 48.000 pound depozit familjare, 30.000 euro depozit personale, ndërsa bashkëshortja ka depozituar 100.000 euro. Në total, pasuria familjare i kalon 900.000 euro. Pyetja është e thjeshtë, si është e mundur që një njeri që në 13 vite në sektorin privat nuk kishte më shumë se një apartament 6.8 milion lekësh të bëhet milioner sapo hyn në shtet? Cilat janë burimet reale të kësaj pasurie? A janë këto kursime familjare apo fitime nga korrupsioni dhe tendra? SPAK duhet të hetojë me urgjencë Xenoklosin, i shdetojnë hajdut të tatimeve, institucion që duhet të mbledh taksat për shtetin, jo për xhepat e vet drejtorit. Ky është portreti tipik i një zyrtari që pasurohet në kurriz të qytetarëve, ndërsa administrata publike mbushet me luks, vila, kredi të dyshimta dhe depozita të shumta në euro e po ashtu edhe në pound.